Trapezi. Këtu do japim për kufizimin dhe disa njohuri të tjera mbi trapezin. Trapez quhet katërkëndëshi tek I cili vetëm dy brinj të kundërta janë paralele. Këtu në tre figura ne kemi bërë trapeza të ndryshëm. Në figurën e parë A, B, C, D, trapezi AB dhe CD janë paralele, AB quhet baza e madhe, CD baza e vogël. Në qoftë se njëra nga brinjët anësore është pingulle me bazën, ky quhet trapez këndrejt dhe në këtë rast lartësia përputhet me brinjën anësore. Ktu kemi hequr lartësinë DH nga baza e sipërme, nga kulmi I bazës sipërme mbi bazën e poshtme. Ktu lartësia është vetë brinja anësore. Dy këndet A dhe D janë të dy të drejtë. Tek figura e tretë kemi të bëjmë me një trapez dy brinjishëm. AD-ja e barabartë me BC-n, këndi A është I barabartë me këndin B, këndi D baraz me këndin C. Nga meset e dy brinjve anësore kemi hequr segmentin e F. Kjo quhet vija e mesme. Do vërtetojmë teoremën që vija e mesme e trapezit është paralele me bazat e tij dhe është sa gjysmë shuma e tyre, pra F-ja është e barabartë me AB plus CD përmbi 2. Kemi hequr vijën e mesme, kemi bashkuar dy meset dhe kemi hequr DF me F është mesi, kemi bashkuar me pikën D, derisa është prerë me zgjatimin e AB-s. Marrim në shqyrtim trekëndshin DCF dhe trekëndshin BFM. Ta dy trekëndshët do vërtetojmë që janë të barabartë. CF-ja është I barabartë me FB-n, sepse kemi marrë mesin e BC-s. Këndi 1 është I barabartë me këndin 2 si kënde të kundërt në kulm, këndi 1 me këndin 2. Këndi 3 me këndin 4 janë të barabartë si kënde ndërrues të brendshëm të dy drejtëzave paralele, CD dhe BM. Pra dhe treshi I barabartë me 4-ën. Trekëndshat pra kanë kënd brinj kënd të barabartë, sjell që dhe CD-ja është e barabartë me BM-n. Do me thënë AB-ja plus BM-n mund të shkruhet AB plus CD, se BM-ja është e barabartë me CD-n. Vija e mesme e trekëndshit ADM, që është F-ja, është e barabartë me 1/2 e AM-s. Pra F-ja është me 1/2 e AM-ja ishte AB plus CD. Pra vërtetuam që vija e mesme është sa gjysmë shuma e dy bazave. Të zbatojmë në ushtrime këto njohuri. Sa janë këndet e trapezit dy brinjishëm, nëse dihet që diferenca e dy këndeve të kundërt është 40 gradë. Me që trapezi është dy brinjishëm, këndet në dy bazat janë të barabarta, A-ja me B-n, C-ja me D-n. Diferenca e dy këndeve të kundërt, C minus A, baraz me 40 gradë. Por ne dim shuma e dy këndeve përgjegjës A plus D është 180 gradë, po D-ja është e barabartë me C-n, pra A plus C-ja është 180 gradë, ose C plus A baraz me 180 gradë. Duke I mbledhur anë për anë, A-ja me anë thjeshtohet, 2C-ja baraz me 220 gradë. C-ja baraz me D-n baraz me 110 gradë. Nga 180, po të heqim 110, del A-ja e barabartë me B-n baraz me 180
minus 110 baras me 70 grad. Pra këndi A i barabart me këndin B i barabart me 70 grad. Këndi C me këndin D 110 grad. Në trapezin dy brinjishëm, baza e madhe është 3 metër, brinja anësore është 1 metër dhe këndi midis tyre është 60 grad. Gjeni bazën e vogël të trapezit. Pra, këtu kemi figurën, trapezin e kemi dy brinjishëm, AD-ja dhe BC-ja janë nga 1, këndi A me këndin B janë 60 grad, heqim të dyja lartësit, AE-ja baras me FB-n. AE-ja ndodhet përballë këndi 30 grad, sepse në këtë trekëndshin AED është trekëndësh kënd drejt, AE-ja është kateti përballë këndit 30 grad, është barabart me 1/2 e AD-s. AD-ja është 1 baras me 1/2 e barabart dhe me FB-n. Ne na duhet baza, por EF-ja është barabart me CD-n. Figura EF-CD është drejt këndësh. EF-ja është barabart me AB minus 2AE. E barabart me 3 minus 2 herë 1/2 baras me 2. Do me thënë baza e vogël CD del 2 metër. Në trapezin dy brinjishëm, lartësia hequr nga kulmi i këndit të gjerë e ndan bazën e madhe në dy segmente me gjatësi 6 cm dhe 30 cm. Gjeni bazat e trapezit, vijnë e mesme të trapezit. Këtu kemi AE-ja 6 dhe EB-ja është 30. AB-ja del 6 plus 30, pra AB-ja del 36, njëra bazë del 36 cm. EF-ja është barabart me 30 minus FB-n, që është barabart me 6, FB-n, baras me 30 minus 6, EF-ja baras me CD-n e barabart me 24 cm. Bazat pra dolën 36 dhe 24 cm. Figurën e kemi këtu më lartë, është e njëjta figurë. Vija e mesme, që ne po e shënojmë me kële, këtu, let, kële, ne dim që është e barabart me gjysmë shumën e bazave, AB plus CD për mbi 2. 36 plus 24 për mbi 2, 60 për mbi 2, baras me 30. Vija e mesme kële është 30 cm. Në trapezin ABCD, nga mesi E i brinjës anësore AB është hequr drejtëza paralele me brinjën anësore CD. Trapezin e kemi mruar ndryshe tani, ABCD. EG-ja është hequr paralele me CD-n, e cila e takon bazën e madhe AD në pikën G. Gjeni bazat e trapezit duke ditur që AG-ja është 2.5 dhe GD-ja është 5 cm. AG plus GD baras me 2.5 plus 5 që jep AG plus GD jep AD-n. AD-ja baras me 7.5 cm. Kemi hequr BK-n paralele me CD-n. BK
paralele me CD-n. Në trekëndëshin A, B, K, EG-ja është vije mesme, e ndan brinjën në dy pjesë të barabarta. Edhe AG-ja e barabart me GK-n e barabart me 2.5. Por KD-ja është e barabart me BC-n, sepse KD-CB është paralelogram. KD-ja e barabart me CB-n, e barabart me e gjithë GD-ja është 7.5. Heqim 2.5, edhe kjo tjetra e gjitha ishte 5, në del 2.5. Pra, KD-ja barabart me CD-n e barabart me 2.5 cm. Pra, nga vija e mesme, kjo AG-ja 2.5, GK-ja 2.5, GD-ja është 5, edhe KD-ja del 2.5 cm. Në trapezin dy brinjishëm, brinja anësore është e barabart me vijën e mesme të trapezit. Perimetri i trapezit është 24 cm. Gjeni brinjën anësore. ABCD është e barabart me vijën e mesme EF. EF-ja është A plus B përmbi 2. Perimetri është i barabart me A plus B plus C plus D. Ose A plus B-ja është 2EF plus C plus D-ja ne mund ta shënojmë plus 2C. Perimetri baraz me 2, EF-ja është me C-n dhe me D-n të barabarta. 2C plus 2C baraz me 24. 4C-ja baraz me pra perimetri A plus B plus C plus D 2EF plus C-ja është barabart me D-n 2C. EF-ja është A plus B përmbi 2, ose A plus B-ja 2EF. Po EF-ja është barabart me C-n. Pra perimetri 2C plus 2C, 4C baraz me 24, C-ja është 6, C-ja është barabart me D-n me 6 cm.